Nata e 4 e Rin Show shndrua në një udhëtim surreal nga Kolegji Platon, të cilët risollën në skenë në një version shumë modern të kohëve tona, veprën Liza në botën e çuditërave përmes filtrit të absurdit. Duke ruajtur fillin e rrëfimit origjinal, shfaqja u pasurua me elemente të forta të absurditetit të sundimtarit dhe kërkesës njerëzore për atë që na mungon, duke krijuar një atmosferë provokuese. Identiteti i shkollës u vulos në skenë përmes muzikës, ku spikatën këngët dhe vallëzimet me motive greke, një përfaqësim dinjitoz, i cili u gëshëtua natyrshëm me tematikën e shfaqjes. Shfaqja besoj se shkoi jashtëzakonisht mirë. Patëm shumë lodhje, shumë momente të vështira, por për mua ky ka për të mbetur një kujtim shumë i bukur. Doli më mirë se ç'pritej. Nuk kishim shumë shpresa për faktin që gjithmonë kemi patur më shumë aktorë, kërcimtarë nga të gjitha, si vit ishim më pak, por prap doli diçka më e mirë se sa prisnim. Kishte shumë emocione, sidomos dhe për ne që jemi vitparista, si ishte rajon e parë, po kur del pret, domethënë në shfaqje, në skenë, radhën e parë, pastaj ikin tëra emocione dhe thjesht do të jesh tërkohës në skenë. Kolegji Platon solli një performancë që sfidoi logjikën dhe festoi diversitetin kulturor, duke lënë gjurmë të ritmit dhe stilit të tij të veçantë.